Edhe nëpërmjet çatyne dona me depërtu, unë e di qysh depërtoj edhe qysh hi, shkoj e vizitoj vllahun tem, edhe shoh për çka është nevojë edhe prap kthejna, edhe apet kthejna na për çato njerëz që i thej ka Zhandarmeria Serbe, policia dhe ushtria, domethënë për me gjithë tyne dona me hi edhe me ardh te fëmijët ku jetoj. Një sakrificë shumë e madhe që bën për familjen e ma konkretisht për vllahun, po a ke menduar ndonjëherë që do të përballesh në kufi me kufitarët edhe lartë qoftë do dhe diçka më e keqe? Çdo ditë që e marr atë rrugën, domethënë çdo ditë që e marr atë rrugën, domethënë përqafoj fëmijët e mi se nuk e dia do të kthejna. Domethënë unë shkoj edhe nuk e dia kthejna. Edhe kjo ka me ndodhë çdo ditë, nuk e di se në cilën ditë, nuk e kam caktume, por nëse vllau jam edhe gjatë që t'je mësoni që t'u realizoni se marrni telefonat që vllau jam është të pas nevojë për mu, domethënë unë e ndërprej me çka ka dhe marr rrugën e atishit, edhe nuk e dia kthejna, po më nis shkoj unë. Se unë jetoj për këtë familje dhe jetoj për fytyrë, për familje, thjesht kur shqip, unë jam i përkushtuar i familjes, nuk jam një pjatë në njerëzve që veç apo mi put mundësia me shfrytzu diçka dhe me, ja. Unë i du veç drejtat e mia, jetoj për familje, jetoj qysh është më i mirti, mirë po realisht me qëtë punën e dokumentave s'jam të jetu kur ka hezvi, që jam të mojtë mes që ka më bu mirë një ditë për ditë. Në fitim, nga policia, nga gjykata, çdo 6 muaj e nxjerr dokumentin? Po, në komunën e Gilonit ka vitin e kaluar, më kanë marrë kishe si po dojmë me kry punën, mirë po më kanë thonë me shku në gjykatë, në polici, ku di unë në sociale poshtë, me nxjerr dokumenta ku, atë një dokumentat ato janë me afat 6 muaj. Edhe atini ju kaloj 6 orë, që tash po duhet me nxjerr edhe një parë që mi pas adin. Edhe i kom çunë që ato dokumenta më kanë thonë, tash dush me prit. Do më thonë, kjo përgjigje aty në akon, mirë, ti dokumentat i ke pruhe, po dokun ke në rregull, është po dush me prit. Unë s'jam të ditë, jam të kanë me prit, adin. Masi po thonë ato prit, po prit janë, a mos e di deri kur është edhe, nuk e di që ke pritja, për se cilën punë, çdo pritja ka një kufi. Unë nuk po thonë që ku me di se çka kam me bo, veç e di që një ditë për ditë ka më mërzit jeta, do me thonë qështu që jam të jetu, edhe me të vërtetën e me pikë të kasit ka mjera shtive në dorë, amo leta din bërë krejt komuna e këtë shteti leta din që me pikë të kasit një njëri, veç api i për të mundësia, këta e bojnë, do me thonë, binë me një pikë ku ti dush definitivisht me dhënë fund jetës, se qështu pa dokumentat si jetuot. Ke menduar ndonjëherë një gjatë tillë? Po si që se i ka në për çdo ditë nëse, për sa herë që i bia ti kufini që kjo deke, nuk e s'pëdi qysh ndryshe, do me thonë nëse ju bjen sërb vendor, i për ndjekon, nuk e di qysh, do me thonë ma e miro deka me një farforë, me se miro ndur atyna. A për dere sa unë për çdo herë që shkoj unë hi për me disën e tyne, do me thonë, në qëtë pjesë janë Zhandarmeria, këne ushtria me baza tyne, ndërsa policia janë këta me disë. Unë dona me gjetë një platformë ku dona me hinda për mesën e keq atyne dhe me te i kalu pe vijës kufitare dhe në vendi ku jetojmë na, i ka dikon për afërsisht një 30 e kusur kilometra. Unë e him brëndësi Serbis, shkoj te vllai jam, prap qase u dhe kam ju kthy, edhe kur e kam në afak, me ronë ta nuk e di veç, qysha të shku puna, nuk e di shka duna unë me bo, qysha të shku puna një ditë për ditë veç, kur të mirët si lajmë, se e di që masi ndodhë diçka e keqe, atëherë të na ka më bu buje madhe, po mendoj që ka më konë shumë buën. Mendoj që atëherë s'ka më dash mu dokumenti. Mendoj që atëherë nuk kam ju dash kërkujt për pas familjarëve të mi. Atëherë ose po shumë i sigurt jam që nëse ata marrin s'kan me m'pas. Une nuk e di shka do t'i tham nesër fëmijëve me, që nuk e di rrugën me shku në Shqipni. E kupton, është shumë sa njeron, njeri pi Prishtinës në Tiranë shkon pin kafe për qef, dërsa une i kom bo që të vjetë e fëmija me nesër kur të rritën, nuk ka me di që ka me thonë, se s'di valla, une nuk di me shku në Shqipni, se fakt që më konë korrën. Edhe arsye pse unë s'kom shku në Shqipni, jo që si kom mrenet me shku në Shqipni, arsye është që kufini s'kalohet pa dokument. Nuk është krejt, ajo fshati mu havë që jetë se i kanë. Këne është pak më ndryshe. Edhe nuk du me rreziku
edhe unë jam i izolum që të mrena, që do me thonë, pi qytetin qytet kam drejt me shku, që kaq, nga për Kosovë veç. Edhe halas që ku më ranë sy policisë, se s'kom pa kush farë vepre, ta më puna me pasë e një farë vepre, unë veç du të me najtë më shele, me thonë, ose mu furë, krejt mu hjek, ma mirë, mos me azonu dhe kërkujt. Fitim, ke kërkuar përkraje nga mediumet, nga gazetarët për këtë çështje, që të paktën ta kesh edhe dikon për mbrapa vetës, që të dalin krah edhe thjesht e din veten që ke drejt ta kanë një dokument. Për punën e gazetarëve dhe të mediumeve nuk kam kërku korë për arsye që nuk kam ditë që me arrit deri te ta, për fat mirë, me një emisionin tonë këto, të kom po edhe shkon emisioni vetë rrëfimi jetës, cilën e kiti, edhe që aty mendoj që të kom shkru i ka një javë e tepër, e që sa, të kom shkru dhe automatikisht më ke përgjigje dhe përgjigja jote, pe pyetjes teme që ju konë a ka mundësi diçka me bo për mu, konë që ti me çdo kusht je njeri parë që do me thonë që e ke pranu ftesën tem për qëtë punë. Të falimderona shumë, derisa kom marrë në emision këto, edhe mas emisionit po besoj që dikush ka me po, mjafton ti edhe mas sotit as edhe një hap mos me bo për mu, mjafton që kjo mu po dikon, edhe le ta din njerëzit që nuk jam bashket i zhdukt. Edhe po besoj shumë, po pres pi njerëzit që janë kompetent për qëtë punë, le ta din që nuk e kom pas punën e dokumentave veç mas i hajtë se dola deri në qytet e mos të kthejnë a thot, ta provoj fatin, po le ta din krejt që unë jam ma keq, ma keq jam unë se një njeri që është invalid pa kom pa dur. Se realisht unë jam njeri ma sakatin në Kosovë, njeri ma i paljovetshëm se unë s'ka në Kosovë për momentin. Jam njeri i zhdukt. Kuptoj. Fitim, ke kontaktua dhe ndonjë organizatë të huaj për këtë çështje që ta ankohesh dikon apo nuk të ka shku mendja? Nuk më ka shku mendja, realisht nuk më ka shku mendja, po edhe s'ku mujt me ra, që me thonë, me dal edhe me fol me dikon, që nuk i kum njofta se nuk kum dit pikajt me anise, se unë kum pas nevoj shumë me debatu, me dikon edhe me dal, me shku të një organizate hu qofte, huja qofte, vendore mirë, po unë ma shumë jam koni fokusu ma ata që janë të më thonë komuna jam. Dhe më thonë i kom harruar organizata që ekzistojnë, këto përshka dokumentet se ata më kanë drejtu, ti dush me shku me marrë që dokument, me pru që dokument, nuk ka dokument që se kom qu, edhe këjqat një dokument ju ka dole afati. Jo që njëherë, po që 2-3 herë që del afati, ata dokumentet që të mi kërkoj. Edhe përgjigjen prapë jam të ma thonë, ti i ke pru dokumentet, po ti dush me prit. Unë nuk e di, as kanë jem të e prit, as kush të më prit, dhe më thonë, shkoj jeta ke të prit. Organizata e huaj, unë hacërë në Kosovë që është që sa vite, ka një sektor, një dek të veçantë, sidomos për këtë çështje që i kiti, ku shpresojmë që shumë shpejt do të bëjmë një zgjedhje. Edhe me qenë se e tregove edhe atë natë kur ke shkru nuk e di ka qenë orë të vona, edhe kur më tregove pikrisht për çka është në pyetje, me të vërtet ka qenë një shqetësim shumë i madh për mu, se nuk më isha me imagjinu që mundet me qenë një njeri kaq vite pa një dokument. Po me gjithat ne të falenderojmë nga zemra që gjete kohë që t'jesh sot me ne dhe me shikuesit në emisionin Rrëfim Jete, duke të dëshiruar gjithat mirat dhe ato mendimet të këqija që i pate disa supozime, të kisha thonë që as mos t'i mendosh fare. Çdo gjë në jetë ka të mirën edhe të keqen, kështu që durimi i ka rrënjët e thella, kështu që vjen edhe mira patjetër. Faleminderit shumë ju që më keni ftuar në emisionin e ju. Deri në qatë moment që unë nuk kam i fitu drejtat e mia, mendimi jam është qaj, deri sa unë t'i përfitoj, qato që i kërkoj, pe mendimi tem edhe pe fjallës tem nuk largona, sepse cili do le të vjen, le të jeton vetëm një ditë në gjendjen tem, ka me pa dhe vetë, me gjitha ta faleminderit shumë që më keni ftuar në emision, edhe jam shumë mirënjohës personalisht për ty që më ke shkruar dhe më ke thirrë
të në kohën kanë ejtë, do me thonë, me mu, për pas djetë që s'kom pas mundësi mu të lajmëru, se të tregova dhe ku kam qenë, do me thonë, deri në këtë ditën e sot, ja kom vesh prapa me, falenderisht shumë për zemrës që ke gjithë kohën, më konë vesh me mu. Gjithmonë jemi pro asaj të mirës që të bëjmë më të mirën edhe shpresojmë që në emisionin këto e përmbyllim, po nuk do të mbaron vetëm me kaq ky rast. Shpresoj edhe unë ashtu që